Të dashur miq, përshëndetje. Takojmë sot në ciklin e programeve Rruga, pjesë e shërbesës biblike të Dr. Michael Youssef. Seria mahnitse që po prezantojmë tek ju titullohet Kopshti ndaj qytetit. Në 10 programet e kaluara, Dr. Youssef na ka ndihmuar të kuptojmë përsitë e kopshtit të Perëndis ndaj qytetit të njerëzit. Kemi parë se qëllimi i Zotit për të dashurit e tij ishte që ata të jetonin në një kopsht, ku prezenca e Perëndis ishte gjatë gjithë kohës. Por rënja e njeriut e çoi atë në kërkim të një qyteti. Dr. Youssef na shpjegoi me hollësi se qyteti i njeriut, edhe pse i lakmuar nga njerëzit, është braktisur nga Perëndia. Pam se qytetet e para u bën qendra të adorimit të idhujve. Për këtë arsye, Perëndia shfaqi fuqinë e tij dhe sundoi mbi marrëzinë e njeriut. Ai përdori personazhe si Abrahami, Davidi apo Solomoni për të ndërtuar një tempull për adhurimin e Perëndisë së gjallë. Por kur ky tempull që ishte Jeruzalemi toksor refuzoi Perëndinë në mish, ai e braktisi një herë për gjithmonë. Perëndia ka përgatitur për ne një qytet qiellor për cilën flet gjithë Testamenti i Ri. Qyteti qiellor është i përkryer dhe në të banon lavdia e Zotit. Bibla na udhëzon se ne duhet jetojmë në tokë duke pritur këtë mrekulli qiellore. Por në programin e kaluar, Dr. Youssef na tregoi 5 arsyet, sepse këtu në tokë jemi të prirur të harrojmë qytetin qiellor. Sot do të shohim se ndërshekuj njerëzit janë përpjekur të përcaktojnë data për kthimin e dytë të Krishtit. Por ne duhet të kuptojmë se profecitë në Bibël nuk nënkuptojnë llogaritje matematikore, por shërbejnë për të na mbajtur në punë që të arrijmë të humburit. Qëndroni me ne në vazhdim për të mësuar më shumë për Jeruzalemin qiellor. Hello, listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. We are so delighted that you tuned in to listen to this program. Ne jemi shumë të kënaqur që po ndiqni programin ton. We are getting close toward the end of this long series of messages entitled The Garden versus the City. Jemi drejt fundit të kësaj serie të gjatë mesazhesh të titulluar Kopshti ndaj qytetit. In 1988 there was a very popular little booklet that was published. Në vitin 1988 u publikua një libër i vogël. Some Christians became passionate about that little book. Disa të krishterë u apasionuan pas këtij libri të vogël. It was translated into many languages. Ai u përkthye në shumë gjuhë. The title of the book was 88 Reasons Why Christ Will Return in 88. Titulli i librit ishte 88 arsyet se pse Krishti do të kthehet në vitin 1988. In fact, the author insisted that the return of Christ would occur in September of 1988. Në fakt, autori këmbëngulte se Krishti do të kthehej në shtatorin e vitit 1988. Some people went overboard with this booklet. Disa njerëz i kaluan kufit me këtë libër. Then there was a video that dramatized that prediction. Më pas u prodhua një video që e dramatizonte këtë parashikim. I knew some people who were adamant that I had to not only read the booklet but preach its message. Unë njeh disa njerëz kokëfort që ngulmonin se unë jo vetëm që duhet ta lexoja librin, por edhe ta predikoja mesazhin e tij. As patiently as I could, I tried to tell these precious folks that even Jesus said that only the Father knew the hour of his return. Me shumë durim, u përpoqja t'u tregoj këtyre njerëzve të dashur se Jezusi vetë tha se vetëm Ati e dinte orën e kthimit të tij. The reply was, "Oh no, the author knows the scripture." Përgjigjja e tyre ishte, "Oh, jo, ky autor i njeh mirë shkrimet." This author has actually calculated the years of Daniel's vision. Faktikisht ky autor ka përllogaritur vitet e vizionit të Danielit. They went on and on about the accuracy of the book. Ata vazhdonin të flisnin për saktësinë e librit. So you can understand when September of 1988 came and went. Prandaj mund të kuptoni se kur erdhi dhe shkoi shtatori i vitit 1988. These dear people did not come to talk to me again. Këta njerëz të dashur nuk erdhën më të vonflisnin. The amazing thing is that in my lifetime I have seen this same thing happen at least 3 times. Është e habitshme se gjatë jetës sime kam parë që e njëjta gjë të ndodh të paktën 3 herë. Even today. Madje sot, You see some people with their charts and graphs and timetables ju shikoni ca njerëz me harta grafik dhe planifikime, dividing history into certain periods of time. që ndajnë historinë në periudha të caktuara kohe. The problem is this. Por problemi është ky. Many people throughout history have constantly
misinterpreted the epistles of 1 John 4:3. Shumë njerëz përgjatë historisë e kanë keq interpretuar vazhdimisht letrën e parë të Gjonit kapitulli 4 vargu 3 and 2 John 7, dhe të dytën e Gjonit kapitulli 7, where John spoke of the Antichrist. ku Gjoni flet për Antikrishtin. Please listen to 1 John 4:3. Ju lutem dëgjoni të parën e Gjonit kapitulli 4 vargu 3. Dhe çdo frymë që nuk rrëfen se Jezus Krishti ka ardhur në mish, nuk është nga Perëndia. Dhe kjo është fryma e Antikrishtit që siç e keni dëgjuar se vjen dhe tashmë është në botë. History is littered with people who have refused to understand these passages in context. Historia është e mbushur me njerëz që refuzojnë të njohin këto pasazhe sipas kontekstit të tyre. In both of these passages, John goes on to say that there are many antichrists. Në të dyja këto pasazhe Gjoni thotë se ka shumë antikrisht. Let me just give you a few examples. Më lejoni t'ju jap thjesht disa shembuj. In AD 455, Në vitin 455 pas Krishtit, the Roman Christians thought that the leader of the Vandals was the Antichrist. të krishterët romak mendonin se Antikrishti ishte kryetari i vandalëve. Then, toward the end of the Middle Ages, Më pas, drejt fundit të mesjetës, some of the monks saw the corrupt popes who exalted themselves as the Antichrist. disa murgj shihnin si Antikrisht papatin e korruptuar që përlëvdonte veten. Then, at the beginning of the 13th century, Më pas, në fillim të shekullit të 13, Emperor Frederick II and Pope Gregory IX called each other the Antichrist. perandori Frederiku i II dhe Papa Gregori IX quajtën njëri tjetrin Antikrisht. During the Reformation, Gjatë reformimit, many prominent Protestant Christians all believed that the papacy itself was the Antichrist. shumë të krishterë protestant të mirënjohur besonin se vetë papati ishte Antikrisht. Then, religious people in Rome returned the favor Më pas, njerëzit fetar të Romës ja kthyen mbrapsht, by referring to Martin Luther as the Antichrist and the man of sin. duke ju referuar Martin Luterit si Antikrishti dhe njeri i mëkatit. During the last 2 centuries, Gjatë 2 shekujve të fundit, the emphasis has shifted from religious leaders being called Antichrist to political leaders. u zhvendos nga drejtuesit fetar që quheshin Antikrisht tek ata politik. The list of candidates included Napoleon, Hitler, Stalin, and on and on. Lista e kandidatëve përfshinte Napoleonin, Hitlerin, Stalinin dhe kështu me radhë. Why am I giving you this historical background? Përse po ja jap këtë sfond historik? So that you don't think that the people who make these predictions today are new. Që ju të mos mendoni se njerëzit që bëjnë parashikime të tilla sot janë të rinj. In fact, you will discover from history that every generation has its prophecies from people with a penchant for predictions. Në fakt, nga historia do të zbuloni se çdo gjenerat ka profecitë e saj nga njerëz që kanë dobësi për parashikime. A study of end times events can be fascinating, Një studim i ngjarjeve të kohëve të fundit mund të jetë magjepsës, but trying to attach names and dates for future Bible prophecies distracts us. por përpjekjet për t'i bashkangjitur emra dhe data profecive biblike për të ardhmen na hutojnë. It distracts us from the spiritual warfare that is raging in our little world. Na shpërqendrojnë nga lufta shpirtërore që nxehet në botën tonë të vogël. At the end of World War II, Në fund të luftës së dytë botërore, a Christian theologian was imprisoned for taking a stand against Hitler. një teolog i krishterë u burgos sepse ishte kundër Hitlerit. Yet he continued even from prison to warn his fellow believers to resist the tyranny of the Nazis. Ai vazhdoi dhe nga burgu të paralajmëronte miqtë e tij besimtar që t'i rezistonin tiranisë së nazistëve. A group of Christians who were convinced that Hitler was the Antichrist asked him, Një grup të krishterësh që ishin të bindur se Hitleri ishte Antikrishti e pyetën: "Why do you expose yourself to all this danger? Pse ekspozohesh ndaj gjithë këtij rreziku? Jesus will return any day now, Jezusi mund të kthehet në çdo moment tani, and all your work and suffering will be for nothing." dhe gjithë puna dhe vuajtjet e tua nuk do t'ja vlenin. But he replied, Ai u përgjigj: "If Jesus returns tomorrow, then tomorrow I will rest from my labor. Nëse Jezusi kthehet nesër, atëherë unë nesër do të marr pushim nga puna ime. But today I have work to do. Por sot unë kam punë për të bërë. I must continue the struggle until it is finished." Duhet të vazhdoj luftën derisa të përfundoj. Prophecy in the Bible is not meant for making mathematical calculations.
Profecitë në Bibël nuk nënkuptojnë llogaritjet matematikore. It is to keep us working and reaching to the lost, Është për të na mbajtur në punë dhe të arrijmë të humburit. working with confidence that God is in control. Të punojmë me besimin se Perëndia është nën kontroll. My listening friends, listen very carefully. Dëgjues të dashur, më dëgjoni me vëmendje. I want to give you two biblical principles regarding the return of Christ. Dëshiroj t'ju jap dy parime biblike në lidhje me kthimin e Krishtit. Then I want to talk to you about heaven. Më pas, dëshiroj t'ju flas për qiellin. First, Së pari, live expectantly of the return of Christ every single day. jetojeni çdo ditë duke pritur kthimin e Krishtit. Jesus said no one knows the hour. Jezusi tha se askush nuk e di orën. Jesus said that he will come as a thief in the night when no one is expecting him. Jezusi tha se ai do të vi si hajduti natën kur askush nuk e pret. Jesus said to always be in a state of expectancy. Jezusi tha që të jemi gjithmonë në pritje. Second, Së dyti, Jesus' return will not be local as some people teach. kthimi i Jezusit nuk do të jetë lokal siç mësojnë disa njerëz. In Luke 17:23, listen to what Jesus himself said about his return. Tek Luka kapitulli 17 vargu 23, dëgjoni se çfarë tha vetë Jezusi për kthimin e tij. When they tell you he is here, he is there, don't go and don't follow them. Dhe do t'ju thonë, ja, është këtu ose ja, është atje, por ju mos shkoni dhe mos I ndiqni. Jesus does not want us to believe the people making these predictions. Why? Jezusi nuk dëshiron që të besojmë njerëzit që bëjnë parashikime të tilla. Përse? Stay tuned because I'm going to tell you soon. Na ndiqni sepse këtë do t'ju ja tregoj pas pak. A few years ago, Pak vite më parë, one of these people who predicted the return of Christ on television, një nga këta njerëz që parashikonte kthimin e Krishtit në televizion, he said that when Jesus lands on the Mount of Olives, tha se kur Jezusi të ulej në malin e ullinjve, every believer will see him on television. çdo besimtar do ta shihte atë në televizor. What about those believers who don't have a television? Po ata besimtar që nuk kanë televizor, Also, can you imagine those of us who love the Lord? gjithashtu, a mund të imagjinoni dot ata që e duan Zotin, Those of us who serve the Lord? ata që I shërbejnë Zotit, Those of us who have been longing for his appearing? ata që kanë pritur për shfaqjen e Tij? Can you imagine that we be satisfied by seeing him on television? A mund të imagjinoni se do të kënaqemi duke e parë atë në televizor? No. Jo. Listen to what the Apostle Paul said in 1 Thessalonians 4:16 and 17. Dëgjoni se çfarë tha apostulli Paul tek e para e Thesalonikasve kapitulli 4 vargu 16 dhe 17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command. Sepse Zoti vetë me një urdhër me zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndis do të zbres nga qielli. Where are the dead in Christ? Ku janë ata që vdiqën në Krishtin? With the Lord in heaven. Ata janë me Zotin në qiell. Why does Paul say they will rise? Pse thot Pali se ata do të ringjallen? To us, when we see them with Jesus, they are resurrected. Për ne, kur t'i shohim me Jezusin, ata janë ringjallur. They will be in their resurrected bodies. Do të jenë tek trupat e tyre të ringjallur. Those who will be alive at the time of the return of the Lord Ata që do të jenë të gjallë në kohën e kthimit të Zotit. will spin in the air and shed our earthly bodies on the way up. Do të rrotullohemi në ajër dhe do t'i rrëzojmë trupat tanë tokësor ndërsa ngjitemi lart. Our heavenly bodies will enclose us Trupat tanë qiellor do të na rrethojnë and propel us up a trillion times faster than the speed of light. dhe do të na shtyjnë lart, triliona herë më shpejt se sa shpejtësia e dritës. And we will be forever with the Lord. Dhe ne do të jemi përgjithmonë me Zotin. I'm aware of all man-made systems of interpretation. Unë jam në dieni të gjithë sistemeve të interpretimeve njerëzore. I am aware of the systems of interpretations that some Christians impose upon the Bible. Jam në dieni të sistemeve të interpretimeve që ja imponojnë disa të krishterë Biblës. The sad point is this. Por çështja e trishtueshme është, Many people don't bother to read the scriptures for themselves. shumë njerëz nuk e vrasin mendjen t'i lexojnë shkrimet vet. They listen to people's interpretations. Ata dëgjojnë vetëm interpretimet e njerëzve. What Paul says here is very simple. Fjalët e Palit këtu janë shumë të thjeshta. Also, let us listen to the book of Revelation, chapter 21, verses 1 to 8. Gjithashtu le të lexojmë nga libri i zbulesës, kapitulli 21, vargjet 1 deri në 8. Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar dhe deti nuk ishte më. Dhe unë, Gjoni, pas qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri që zbriste nga qielli,
nga Perëndia që ishte bërë gati si nuse e stulisur për burrin e vet. Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: "Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit, dhe ai do të banojë me ta, dhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndia i tyre. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan." Dhe ai që rrinte mbi fron tha: "Ja, unë i bëj të gjitha gjërat e reja." Dhe më tha: "Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike." Dhe më tha: "U bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Atij që ka etje, unë do t'i jap si dhuratë nga burimi i ujit të jetës. Kush fiton, do t'i trashëgoj të gjitha gjërat dhe do t'jem për të Perëndi, dhe ai do t'jetë për mua bir. Kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit dhe magjistarët, dhe i dhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do t'jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë." Amen. Amen. Now there are some good and godly people who piece together isolated verses from different books of the Bible and create a system of interpretation. Tani ka njerëz të mirë dhe të perëndishëm që bëjnë bashkë vargje të shkëputura nga libra të ndryshëm të Biblës dhe krijojnë vetë një sistem interpretimi. Then they try to convince everybody that their ideas are biblical truth. Më pas përpiqen të bindin këdo se idetë e tyre janë të vërteta biblikisht. But the most important thing for all Christians to remember is that they should expect the return of the Lord every single day. Por gjëja më e rëndësishme për të gjithë të krishterët është të kujtojnë se duhet të presin çdo ditë kthimin e Zotit. And until that day, no matter what happens, I shall not fear. Dhe deri në atë ditë, pavarësisht se çfarë ndodh, unë nuk duhet të kem frikë. Why? Pse? Because the Lord promised to be with me. Sepse Zoti premtoi se do të jetë me mua. He promised to be with you. Ai premtoi se do të jetë me ju. If He spares us the pain and the grief, Nëse ai na kursen dhimbjen dhe pikëllimin, then that will be absolutely wonderful. atëherë do të ishte absolutisht e mrekullueshme. But if we go through tough times, Por nëse kaloni kohë të vështira, He will be with us. ai do të jetë me ne. It makes no difference to the believer. Nuk ka dallim për besimtarin. Why? Përse? Because eternal life began the day you said yes to Jesus. Sepse jeta e përjetshme fillon ditën kur i thoni po Jezusit. All I know for sure is that when He appears, I'm going to be with Him. Unë e di me siguri se kur ai të shfaqet, unë do të jem bashkë me të. And that's enough for me. Dhe kjo është e mjaftueshme për mua. And I want you to tune in next time when I tell you more about the heavenly city. Gjithashtu dëshiroj të na ndiqni herën e ardhshme kur do t'ju tregoj më shumë për qytetin qiellor. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të dashur miq, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef na tregoi sot se përpjekjet e njerëzve për t'i bashkangjitur emra dhe data profecive biblike për të ardhmen kanë dështuar. E vetmja gjë që bëjnë është na shpërqendrojnë nga lufta shpirtërore që ndodh brenda nesh. Ne do të kuptojmë se profecitë në Bibël shërbejnë për të na mbajtur në punë që të arrijmë të humburit. Ne punojmë me besimin se Perëndia është në kontroll të çdo gjëje. Herën e ardhshme do ta mbyllim këtë seri të mrekullueshme mesazhesh me një mesazh shumë inkurajues. Doktor Jusef do të na flasë më gjatë për qytetin qiellor, qytetin e Perëndisë së gjallë. Do të mësojmë 6 karakteristikat e Jeruzalemit qiellor. Së pari, ky qytet është përgatitur për ne. Qyteti qiellor është madhështor, është një vend i këndshëm dhe i përkryer. Do t'ju ftoja të na ndiqni me shumë vëmendje herën e ardhshme dhe jam e bindur se do të bekoheni shumë nëpërmjet këtij mesazhi. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe email-et tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.